ata që dalin sot në pension në Shqipëri, marrin pension më të ulët se ata që kanë dalë në pension një vit më parë, sepse kanë mesatarisht më pak vite pune të siguruara. Kupton sepse ata që kanë dalë vjet kanë bërë ca vite pune në kohën e socializmit, ku ishin gjithë të regjistruar. Ata që dalin si vjet kanë më shumë boshllëqe. Dhe ky trend do vazhdojë për shumë vite. Pra, sot ai që del në pension është mesatarisht më i varfër se ai që ka dalë vjet, se ai që ka dalë par vjet për shkak të informalitetit në punë. Tirana mos u bën asgjë për informalitetin. Zero, nuk ka asnjë mas. Thash 44% e kemi llogaritur në program, numrin e atyre që punojnë ose janë vetëpunësuar ose punojnë për dikë tjetër në zezë. Asnjë mas, inspektorati i punës është një institucion qeshara, përveç se ka më pak staf se fqinjët, dhe ka 2 herë më të lartë Maqedonia Veriut numrin e inspektorëve për numër punëtorësh sa Shqipëria. Shqipëria dhe ata pak që i ka patronazhist, sepse ministri apo kryeministri thotë punoni për të bërë vota për partinë, jo për të inspektuar a respektohen drejtat e punëtorëve apo jo. Sa herë na kanë thënë punëtorët me që marrin telefon nga drejtoria e inspektoratit të punës, kryesorët i thonë sipërmarrësit nesër do vi për kontroll. Ideja e kontrollit që ti pa pritur, të gjej ty si punon për dita, jo të bësh gati kushtet si tishe në këto dokumentarët propagandistik Korez Veriut.